Vazhdojnë përplasjet mes pushtetit dhe opozitës për ndikimin e botës serbe në vend. Partia opozitare LSDM ka akuzuar kryeministrin Hristijan Mickoski për ndikime nga Beogradi, pasi po vepron sipas urdhrave të presidentit serb Vučić, gjë që sipas tyre e vë Maqedoninë e Veriut në rrezik regresi dhe izolimi. Një gjë të tillë sipas LSDM se konfirmojnë edhe raportimet dhe analizat nga mediat europiane dhe ndërkombëtare për ndikimin e jashtëm mbi vendimmarrjen politike të shtetit. Pikërisht për këtë çështje, sipas LSDM-s, zyrtar amerikan kanë paralajmëruar edhe zgjerim të listës së zezë. Mickoski nuk është një lider i pavarur, por një marionet në ndikim të drejtpërdrejt nga Beogradi, gjë që e vë vendin ton në rrezik regresi dhe izolimi nga Evropa. Kjo nuk është vetëm një akuzë e onja, këtë e konfirmojnë raportimet dhe artikujt të shumë të mediave europiane dhe ndërkombëtare. Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Malizi presin emrimin e ambasadorëve të rinj dhe pritet edhe zbatimi një politike të re amerikane kundër krimit dhe korrupsionit, me sanksione për lider të korruptuar. Zyrtar amerikan theksojnë zgjerimin e listës së zezë për politikan dhe biznismen të përfshirë në korrupsion dhe krim të organizuar. Ndaj akuzave të opozitës ka reaguar partia në pushtet VMRO-DPMN. Sipas tyre, deklaratat dhe analizat e dërguara nga Beogradi, të shkruara nga ish-këshilltari i Zaevit Bashanović, e bëjnë Venko Filipçën si opozit me ndikim kryesisht në Serbi dhe jo në Maqedoni. Nga partia në pushtet njoftojnë se nuk ndërhyjnë në çështjet politike të Serbisë dhe se prioritet i kësaj partie mbetet gjithmonë interesi i qytetarëve të Maqedonisë. VMRO-DPMN nuk ndërhyn në çështjet politike të Serbisë dhe për ne interesi vetëm është interesi i qytetarëve Maqedonas, kur lakmia e Zaevit bashkohet me servilizmin e Filipçes. Rezultati i një simbioze të tillë është Zaevçe. Kur kjo simbioze re politike Zaevçe shfaqet në skenën shoqërore në Maqedoni, LSDM ka bërë veten mas dhe pjatë shërbimi për të gjitha forcat që duan të përfitojnë nga partia për interesat e tyre personale. Nga VMRO-DPMN përfundojnë duke thënë se Venko me vizë të artë nga Dubai, biznes dhe llogari në Bullgari dhe mentor politik nga Serbia me kujdestar Zaevin nuk mund të jetë e ardhmja e këtij shteti.